Në kuadrin e asaj që është në Kombet e Bashkuara, ka një procedurë të caktuar. Procedura është për që një shtet të bëhet antar i Kombeve të Bashkuara, duhet e parë njëherë të pranoj parimet e kartës OKB-s, pra parimin që është për paqen, për njohjen e sovranitetit të kombeve të tjera, etj, pra janë disa parime të përgjithshme të kartës OKB-s, dhe pastaj duhet të shkojë me këtë aplikim në Këshillin e Sigurimit. Dhe në Këshillin e Sigurimit nuk do të marrë asnjë veto. Qartë. Pra kalohet me shumicë votash në Këshillin e Sigurimit, por nëse merr veto ngec aty. Nëse kalohet në Këshillin e Sigurimit, pastaj kalohet në Asamblenë e Përgjithshme, në cilën duhet marrë 2/3 e votave. Me aq njohje sa janë bërë, përgjithsisht mendohet që Palestina i ka 2/3 e votave në Asamblenë e Përgjithshme, ajo që i pengon për të aplikuar është pikërisht qëndrimi i SBA-s, sepse në Këshillin e Sigurimit tashmë Britania, Franca me njohjen, plus Rusia dhe Kina që ka qenë aleat tradicional. E njohin dhe mund ta kalojnë. Ajo që ngelet peng është vota ose vetoja më saktë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe kjo e bën që ky aplikim, për sa kohë që nuk ndryshon pozicioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk mund të kalojë për të dhënë produkte për produkte konkrete. Mund të shërbejë dhe shërben për të ngritur në pat çështjen palestineze, mund të shërbejë për një farë po themi fushatën në të cilën të kërkohet dhe numri që të rritet sa më tepër numri i vendeve që ta njohin, ose presioni mbi ato qeveri që akoma nuk e njohin, siç është rasti për shembull i protestave në Itali, në të cilët pati dhe probleme nga ata që janë forcat e ekstremit majt, që u bashkohen në këtë rast bashkë me islamistët dhe goditën, po themi, godinën e Milanos, stacionit të trenit, etj, krijuan rrëmuj dhe trazira në drejtim të, po themi, detyrimit të qeverisë Melonit që të kryej ose që të njohë shtetin palestinez. Pra, gjithë kjo fushat ndërkombëtare në aty nuk është, domethënë, dhe aq pa përfitime, po themi, në drejtim të PR-it dhe në drejtim të asaj fushate diplomatike që zhvillohet në çdo vend të botës për të ulur numrin e vendeve që nuk e njohin dhe mundësisht ta njohin pak a shumë shumica po themi e vendeve të OKB-s. Pra, në këtë drejtim do eci dhe i ka dhënë frutot e veta në drejtim të pasaj të përfitimeve konkrete, përsa kohë që nuk ndryshon qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk ose do ndryshoj një gjë. Dhe për më tepër është dhe problemi i, po themi, i territorit, është problemi i qeverisjes, domethënë është shumë komplekse situata në kuptimin që ti nuk mund të, vendet arabe kanë bërë qartë që nuk mund të pranojnë Hamasin, që të jetë aty dhe të drejtojë Palestinën. Dhe pastaj lind pyetja kush janë territoret, të cilat duhet të ketë ky shtet, kush duhet të jetë qeverisja. Pastaj nëse ky shtet qeveriset dhe bëhet në vete dhe prap e merr kontrollin një organizatë si puna Hamasit, mos harrojmë që Hamasi erdhi me votën në 2005-ën. Dhe fillon prap kryen sulme të tjera, domethënë ky problem nuk zgjidhet nga një njohje mekanike e një shteti. Duhet që gjithë palët të ulen dhe të bien dakord me disa kushte parametra, të cilat do pranohen të gjitha edhe në të ardhmen. Nëse kjo nuk bëhet, është e vështirë që ai konflikt të marrë zgjidhje, domethënë. Kështu që për sa i përket, domethënë, gjithasë situata aty duhet që të ketë më tepër veprime shumë palçe se sa një palçe. Pra duhet të ketë më shumë përfshirje të Shteteve Bashkuara në këtë proces, duke qenë se është ai i cili e mban në një farë mënyrë peng, duhet të ketë një përfshirje të Izraelit, i cili në ana tjetër duhet që dhe ai të bie dakord mbi këtë gjë, në mënyrë që të arrihet një paqe qëndrueshme që të vazhdojë për kohë të gjatë. Për sa kohë që vazhdohet me veprime unilaterale, nuk është se domethënë do zgjidhet gjë. Edhe nëse zgjidhet një zgjidhje mekanike, siç e thash, pas disa vjetësh, pas shumë vjetës mund të rikthehemi prapë përpara një krize të tillë, në të cilën për shembull
organizatë si puna Hamasit merr pushtetin në Palestinë, që tashmë është Palestinë zyrtare, por sulmoni Izraelin. Qartë. Do filloj një luftë tjetër dhe çfarë do thuash në këtë rast? Domethënë duhet kuptuar që ai vend aty duhet që të dyja palët të njohin të drejtën e njëra tjetrës për të ekzistuar. Duhet që Izraeli të pranojë zgjidhjen me dy shtete, të cilën përgjithsisht e ka bërë, sidomos e majtë izraelite, por njëkohësisht duhet që edhe palestinezët duhet pranojnë që Izraeli duhet jetojë aty. Nëse ky kompromis nuk arrihet, ai vend do të ketë paqe ndonjëherë. Qartë. E fundit, po jo për nga rëndësia, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mbajtur një fjalim dje në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s me tone mjaft forta. Sipas tij, Kosova vijon të jetë pjesë integrale e Serbisë. E kam fjalën për mënyrën se si e ka shprehur deklarativisht se kushtetutën e dim që në kushtetutën e Serbisë Kosova vijon të jetë. Nga ana tjetër, ndoshta më shqetësuese se sa fjalimi i Vučić është takimi i tij me Rubion, ku sipas tij është folur për nisjen e dialogut strategjik midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo vjen në të njëjtën kohë kur është ndërprer dialogu me Kosovën. Si e sheh këtë situatë? Këtë situatë është shqetësuese për Kosovën, në kuptimin që domethënë nëse siç e përmendëm në rastin sapo kaluam, domethënë roli i Shtetit Bashkuar, pavarësisht se Trump mundohet që në politikën e jashtme mos ketë më atë peshë që ka pasur Shtetet Bashkuara më përpara, pra duke u marrë më tepër me zhvillimin e brendshëm të Amerikës, ajo që quhet America's First, pra Amerika mbi të gjitha, prapë në politikën e jashtme ka peshën e vet për shkak të një legacy, domethënë për një mënyrë se si ka funksionuar bota deri në këtë moment. Kështu që siç e pam rastin e Palestinës, nuk mund të zhvillohet, nuk mund të ecet më tej nëse Shtetet Bashkuara nuk futen në atë proces, pra nuk do ketë një paqe të qëndrueshme, as nuk do ketë as shtet palestinez në zonë. E njëjta gjë mund thuhet edhe për Kosovën dhe rastin e saj me Serbinë. Pra aty do të duhet një përfshirje e Shtetet Bashkuara të Amerikës në një proces negociatash me Serbinë, për që të njihet, pra fundi do njifesh me negociata me Serbinë, duhet pranojë Serbia, duhet pranohesh në antare në OKB, sepse në momentin që Serbia të pranon ty si shtet, normalisht bien dhe pretendimet e, po themi, Kinës edhe të Rusisë, të cilët janë siç e përmendëm në Këshillin e Sigurimit, janë ato dy vende të cilat nëse vendosin veton, Kosova nuk kalon domethënë si shtet. Pra, në këtë rast ty të duhet që të gjesh një zgjidhje me Serbinë, dhe për këtë zgjidhje me Serbinë, i vetmi shtet i cili ka fuqinë për ta bindur Serbinë apo ta detyruar Serbinë që të bëjë diçka, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kina është e qartë që nuk ndërhyn, Franca nuk e merr më tashmë njëri parasysh, as Britaninë e Madhe, pra nuk e kanë ata peshën siç e ka Kina për shkak të fuqisë ekonomike dhe politike, apo Rusia për shkak të lidhjeve të hershme me Serbinë. Pra ndërtim të Serbisë, vetëm Rusia dhe Kina kanë, ato kanë bërë qartë që mbajnë pozicionin e Serbisë, kështu që i vetmi lojtari i madh me peshë që mund ta detyrojë Serbinë është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë kuadër duhet mbajtur një marrëdhënie e ngushtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë të tillë që të kesh mundësi që nëpërmjet Shtetet Bashkuara të Amerikës të kryesh presion mbi Serbinë. Problemi është që kjo nuk është kuptuar në Albin Kurti. Kemi qenë këtu në emision, ka vite që e them, në politikën e jashtme, Albin Kurti është personi më i gabuar për Kosovën. Me politikën e brendshme është tjetër gjë, nuk duhet të futem në ato që kanë të bëjnë me politikën e brendshme të Kosovës, por për sa i përket politikës jashtme është realisht personi i cili nuk duhet ishte aty, sidomos në këtë periudhë ku Kosova është akoma jo antare OKB-s. Shikoni drejtimin që ka bërë Palestina. Në momentin e shpalljes, edhe Palestina si punë e Kosovës. Është shpallur që në 88-ën shteti i Palestinës,
kanë 40 vjet që sillen përdallë shteti i Palestinës, domethënë që na 88 në cilën Arafati bëri deklaratën e tij, Shqipëria ka qenë në vendet e para që ka njohur, por nuk ose ishte antar i OKB-s. Para disa vitesh aplikoi dhe u bë antar jo i përhershëm, domethënë vëzhgues. Vëzhgues, po. Pra, shtet vëzhgues. Si mund të bëhesh shtet vëzhgues? Shtet vëzhgues mund të bëhesh pa kaluar procedurën në Këshillin e Sigurimit. Shtet vëzhgues mund të bëhesh duke marrë gjysmën e votave të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Aktualisht janë 193 vende antare të OKB-s. Kosovën tashmë njohin mbi 110 shtete, por në këto mbi 110 shtete vetëm 90 janë në seca janë në antare të OKB-s. Pra, ty të duhet që të arrish një numër prej 100 vendesh antare të OKB-s që ti jesh vëzhgues. Po, që ti jesh një antar si Palestina. Pra, ty të duhen të 10 antar të tjerë të OKB-s. Politika jote e jashtme duhet të ecë në këtë drejtim. Si të bëj unë që të kem 10 vende të tjera që më njohin dhe pastaj të bëj një aplikim në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara dhe të kthehem një antar të OKB-s. Nuk të pengon, po themi, nëse ti arrin numrat, nuk të pengon dot vetoja as e Rusisë dhe as e Kinës në këtë drejtim. Sepse ato, do të thonë, është vot me shumicën e 193 vendeve, kështu që normalisht ti kalon me votën atyre vendeve që të njohin. Dhe në moment që ti kalon si antar vëzhgues, ti ke të drejtë marrësh pjesë në seancë këto të tjera, pra ti e ndërkombëtarizon Kosovën. Dhe në moment që ndërkombëtarizon dhe çështja e Kosovës, pastaj do vazhdoj të shihet si një po them një prag pastaj për të arritur në një, po themi, hapi tjetër që të jetë antar i OKB-s. Pra, politika jote e jashtme duhet të ecë në këtë drejtim. Por që të ecë politika jote e jashtme në këtë drejtim, çfarë duhet të bësh? A ke mundësi ti vetë si Kosovë që ti realizosh këto 10 vende të OKB-s që të njohin ty? Ky është pikpyetja më e madhe. Ti vetë, Kosova nuk është një vend, si thua, vend i pasur me naftë, në të cilin ja ka interesin bota dhe edhe duke bërë një deal me naftën ti mund të ofrosh, domethënë të njohin vendet e tjera. Ti nuk je i pasur në pasuri të tjera natyrore të cilat ty mund ta bëjnë që njerëz, domethënë shtetet e tjera të kenë interese të ty, ti nuk ke një fuqi e madhe ekonomike, ti nuk ke një, pra je një vend i vogël në të cilën interesi që mund të kenë shtetet e tjera për ty mund të jetë interes i tërthort dhe jo interes i drejt për drejt. Në këtë rast ti duhet përdorësh ndihmën e miqve të tu, pra të Shtetet Bashkuara të Amerikës apo vendeve perëndimore për të cilat janë, po themi, ndihmues ndaj Kosovës, që ti bësh këto njohje, pra të kapësh dhe këto 10 vende të tjera të OKB-s që duhen për të qenë antar vëzhgues i OKB-s. Kjo është ajo që duhet të bësh në politikën e jashtme. Dhe për fat keq kjo ka ndaluar, domethënë ka ndaluar që njohja e fundit ka qenë në 2020-ën, kur ka qenë Abdullah Hauti kryeministër dhe që atëherë nuk ka pasur asnjë njohje, po themi, për Republikën e Kosovës, gjatë gjithë viteve të mandatit që ka pasur Kurti. Qartë. Dhe kjo tregon që ti praktikisht në politikën e jashtme ti nuk e kupton realisht pozicion e Kosovës dhe çfarë duhet bërë me njohjet e çfarë duhet bëj, çfarë rrugë duhet ecë Kosova. Dhe jo vetëm në drejtim të njohjes në këto institucione, ke institucione tjera, ke po themi Interpolin, në cilën Kosova nuk bën pjesë. Për shembull, nëse Kosova do ishte pjesë në Interpol, ato mandate arresti do lëshonte mandate arresti për ata që ishin përzierë në ngjarjen e Banjskës dhe do ishin të detyruara ti ekzekutoni mandatet e arrestit. Apo në qytetarët të Interpolit. Pra, nuk është shikoni sa përfitime ka se kur ti të futesh në organizata të tjera ndërkombëtare. Qartë. E kupton? Dhe ky është drejtimi që duhet të ecë Kosova. Për fat keq nuk është menduar kështu ose nuk është vepruar kështu. Dhe në vend që të ketë pasur njohje të reja, njohjet janë stopuar. Nuk e pasur integrimin në mekanizma të tjerë, domethënë që ti jesh integruar në organizata të tjera ndërkombëtare dhe ke ngelur në vend. Përveç kësaj ke prishur dhe marrëdhëniet me
me liderët, me partnerët perëndimor, dhe kjo e ka bërë që në drejtim të politikës jashtme Kurti të jetë personazh jashtëzakonisht i dështuar, për mendimin tim, dhe rezultatet po e tregojnë në terren se si po ndodh situata. Kështu që në një farë mënyrë themi atë që është edhe në Kosovë po kuptohet kjo gjë, fakti që Kurti kaloi në 50%, kaloi në 42% të votave, tregoi që edhe politika e jashtme është diçka e cila ka pasur impakt në humbjen e votave nga ana e Kurtit. Të shikojmë se tani që janë zgjedhjet lokale në Kosovë, janë sa afërmi për të mbajtur në tetor. Shikojmë se çfarë impakti mund të ketë kjo zvarritje që sjell në drejtim të krijimit të institucioneve të Kosovës, mos harrojmë që akoma jemi pa qeveri, jemi një qeveri në detyrë, parlamenti është akoma në dyshim, është i konstituar apo jo. Pra, gjithë kjo shikojmë se çfarë impakti do ketë në politikën e brendshme, në votën e brendshme, por në të jashtmen e ka dhënë impaktin e vet. Në të jashtmen jemi në këtë situatë të tillë që vetëm që nuk kemi njohje të tjera, por kemi edhe qartë. Po themi hapa mbrapa në këtë drejtim, dhe kjo është më rëndë se sa një tender në Kosovë apo një diçka tjetër që përfitet shumë.